Medicina, emisioni i përjapshëm. Mjeku vjen në shtëpitë tuaja. Përveç trajtimit të patologjive të ndryshme dhe pyetjeve tuaja direkte në studio, do të ndiqni edhe rubrikat: kuriozitetet e lajme mjekësore, njih barlat që përdor, e vërtet apo gabim. Medicina, çdo të mërkur, ora 16:30 në televizionin Apollon. Foto Rustemi. Për çdo film që lani, merrni një film dhuratë. Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki, vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi, Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale, çdo të diel ora 21 në ekranin e televizionit Apollon. Përshëndetje nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në studion e televizionit Apollon. Është një emision ky drejt për drejt që bëhet nga studio e televizionit Apollon me pjesëmarrje të punonjësve të bashkisë, kuadrave të bashkisë, Eliseta Çobo, arkitekte, nënkryetare e bashkisë Fier, drejtori i policisë ndërtimore të Qarkut, zoti Arap Shkopi, mirë se erdhët në studio e televizionit Apollon, drejtori i urbanistikës, arkitekt Manol Konomi, Manuel Goga, si dhe përgjegjësi i zyrës e Gugut, zoti Flamur Mato. Pra, është ky në vijim të emisioneve që kemi bërë për Bashkinë e Fierit, për aktivitetin e Bashkisë Fierit në kuadrin e strategjisë të zhvillimit të qytetit Fierit, dhe sot jemi në këtë studio për të diskutuar rreth planit rregullues të qytetit Fierit, pra në vazhdim të strategjisë të zhvillimit dhe kryesisht për urbanistikën e qytetit Fierit. Është kjo tema e sotme, ku do të trajtojnë shumë probleme shqetësime të qytetarëve të Fierit për ta parë Fierin vërtet në kuota të larta të qytetërimit, për të bërë më të mirën në një strategji të gjatë deri në vitet 2020 që është parashikuar kjo strategji, dhe për të ecur sipas sloganit që ka Bashkia e Fierit, të mendojmë ndryshe, të projektojmë ndryshe dhe të ndërtojmë ndryshe. Pra, mbi këtë slogan është hapur dialogu, ka më shumë se një vit që është hapur dialogu midis qytetarëve të Fierit, dhe ky dialog ka pra synim që ta shikojmë Fierin vërtet nga kuota të larta qytetërimi, që qyteti i Fierit të bëhet një qytet bashkëkohor, edhe për faktin që është i populluar, shtimi i popullsisë që ka arritur mbi 80.000 banor, është një preokupacion, një detyrë e të gjithëve që qyteti të rritet në nivel ndërtimi, kulture të gjithanshëm. Dhe do të hidhemi direkt zonja Çobo, lidhur me juve e keni përfunduar planin rregullues të qytetit Fierit, dhe nuk e di çfarë fatesh keni nisur këtë për aprovim në KRTRSH të Tiranës. Çfarë fatesh keni përcaktuar për këtë plan rregullues dhe për rregullimin urban përgjithësi të qytetit Fierit? Duke falenderuar për ftesën, do doja që të saktoja diçka, nuk është se plani është përfunduar, është faza e fundit e diskutimit, në fakt, dhe pas diskutimeve që do të bëhen me specialistët të qytetit dhe në fushën e urbanistikës dhe arkitekturës, ky plan në fatet që kemi përcaktuar, pretendojmë që të shkojë për miratim në KRTRSH në muajin korrik. Pastaj se si shkon
afatet e miratimit, ato janë të tjera gjëra që nuk varen nga ne, varen nga koha e mbledhjes KRTRSH-s apo diskutimet që do të kalojnë aty. Ideja është që në KRTRSH paraqiten 2 variante zgjidhje të planit rregullues që janë punuar dhe janë diskutuar me specialistët e bashkisë dhe specialistët tjerë jashtë bashkisë me asistencën e ekspertëve të Koplanit. Dhe ky plan rregullues është ai që do të jetë dhe ligji i zhvillimit të mëtejshëm të urbanistikës në qytetin e Fierit. Po, në parantezë do të shtoja për teleshikuesin se në sallë janë të ftuar gazetar të televizionit Apollon, janë të ftuar qytetar, intelektual, pra që do të marrin pjesë në këtë debat që ne menduam të organizojmë në studion e televizionit Apollon. Dhe në vazhdim të bisedës me juve në kryetari e bashkisë, arkitekte, lidhur me çfarë afatesh kanë këto për t'i çuar dhe kur mendohet të kthehet ky studim që është bërë për qytetin e Fierit? Po pra, siç e thash, afati që ne pretendojmë që të mbyllim materialin në mënyrë që të jetë një paraqitje sa më dinjitoze, ashtu siç edhe paraqitjet e detyrës projektimit që ne patëm një përkrahje dhe një miratim shumë të mirë nga KRTRSH-ja në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Ashtu dhe në Korik ne pretendojmë që të çojmë një material cilësor me përpunim të mirë grafik dhe thjesht janë momentet e fundit të mbylljes së materialit. Pra në Korik paraqisim materialin dhe pastaj miratimi siç e thash varet nga KRTRSH-ja. Atëherë duke qenë se jemi tek juve, çfarë përfshin ky material? Do të dërgonin në KRTRSH. Siç e thash, materiali përfshin 2 skema të zhvillimit të qytetit, të cilat janë të pajisura secila me zgjidhjet e infrastrukturës, me zgjidhjet e zonimit funksional të gjithë qytetit. Janë gjëra teknike që sido që të jetë, mendoj që qytetarët e thjesht Fierak nuk është se po t'i hymë shumë në detaje do jenë shumë të interesuar për këto. Por gjithsesi e rëndësishme është të them që në këtë plan rregullues parashikohet mënyra se si do të zhvillohet qyteti, drejtimet kryesore të zhvillimit. Këto janë në interes, do të thosha, për të gjithë. Intereson që të dinë që në diskutimet që janë bërë, drejtimet kryesore të zhvillimit të qytetit është preferuar që të jenë në drejtim të perëndimit, për arsye kjo edhe nga objektivat që ka strategjia që është duke hartuar bashkia sot, dhe një nga objektivat kryesor ka qenë zhvillimi i turizmit, duke qenë se qyteti i Fierit ka një turizëm. Më fali, regjia mund të na shoqërojë me pamje nga qyteti i Fierit, kemi pamje të regjistruara. Duke qenë se qyteti i Fierit ka një turizëm kulturor ende të pazhvilluar siç duhet, ka vlera kulturore, arkeologjike, apo ka një bregdet shumë afër. Kjo ka qenë dhe elementi kryesor që na ka shtytur të arrijmë në këtë skemë, pra që zhvillimi i qytetit të jetë drejt perëndimit. Aty pastaj se si do të jetë ky zhvillim, se çfarë do të projektohet në këto zona, ato janë pjesë e planit, kur flasim për zona ekonomike apo zona biznesi, tregtie, prodhimi, banimi, këto janë gjëra që hyjmë në detaje. Sepse sot kemi drejtorin e urbanistikës të Bashkisë Fierit, arkitektin Manol Goga, i cili mund ta bësh një prezantim pak në detaje të di qytetari i Fierit se çfarë do të bëhet në Fier, kur do të jepet fund, nëse ka shenja të masakra urbane, do të thosha, sepse janë 16 vjet që qyteti i Fierit ndërtohet, vazhdon ndërtohet pa një plan rregullues të aprovuar. Çfarë mund të shtoni ty zoti Goga? Pa përmendur ato që tha Eri, ndërtimi në qytetin tonë do të ishte e mirë që të bëheshin në bazë të planit rregullues, siç e ka dhe në ligjet e urbanistikës që veprojnë në çdo qytet apo shtet. Megjithatë, meqenëse se ne na mungon plani rregullues, nuk mund të ndërpresim ndërtimet në qytetin e Fierit. Por çfarë bëjmë ne për t'i bërë një paraprit asaj që ju e quajtë masakër, që unë nuk do të isha dakord me shprehjen. Ka zëra, nuk e di, ka kontestime, ka sa përqind e zërave janë dakord me fjalën masakër, megjithatë nuk më pëlqen fjala masakër. Tani, për sa i përket ndërtimeve në qytetin e Fierit, ne punojmë me studime pjesore. Ligji urbanistikës lejon ndërtimin e qyteteve në Shqipëri me studime pjesore dhe jo vetëm në Shqipëri. Të gjithë qytetet e Shqipërisë nuk kanë plan rregullues.
punohet për hartimin e planeve rregullues të qyteteve të Shqipërisë. Kanë disa plane rregullues të cilat kanë qenë të miratuara para 90-s, gjithashtu edhe qyteti i Fierit ka një plan rregullues të miratuar para 90-s, ku janë të përcaktuara zonat e qytetit. Ne mundohemi që të ruajmë pak a shumë direktivave dhe këtyre parashitimeve të këtij plani. Sot ne kemi fatin e madh që në detyrën e projektimit që kemi miratuar janë të përcaktuara pak a shumë dhe akset kryesore të zhvillimit të qytetit dhe shtrirja e zonave në qytetin e Fierit. Dhe ndërtimet në qytetin e Fierit bëhen duke u mbështetur pak a shumë në këto orientime. Patjetër që do jetë shumë herë më mirë kur ne të miratojmë planin rregullues të qytetit të Fierit, ku do kemi të përcaktuar shumë saktë zonën e ndërtimeve të larta, zonën e ndërtimeve 2 dhe 3 katëshe, zonën tregtare, zonën administrative, qendrat e reja që parashikohen për zhvillimin e qytetit, sepse sot ne kemi për Fierin vetëm një qendër tradicionale. Fieri tani është një qytet që ka për rreth 100.000 banor. Nuk do ngjelet thjesht me këtë qendër që ka qenë që në 40-ën. Kjo është qendra e Fierit që në vitin 1940. Pra shkurt ju mendoni se janë ruajtur konturet e qytetit të Fierit, zoti Goga? Konturet e qytetit të Fierit nuk janë ruajtur dhe s'mund të ruheshin me zhvillimin që ka marrë qyteti i Fierit. Qyteti i Fierit është trefishuar. Gjithë ndërtimet që rrethojnë Fierin, që quhen zonat informale, që së shpejti do fillojë dhe procedura e legalizimit të këtyre ambienteve, e këtyre ndërtimeve, do të përfshihen dhe këto në hartimin e planit rregullues. Qofse ju quani masakër këto ndërtime pa leje që janë bërë rreth e qark qytetit të Fierit, nuk është vetëm Fieri. Nuk është momenti këtu besoj që ne të hyjmë sot pse ndodhen këto ndërtime, si ndodhen, këto janë shumë të qarta. Ne me hartimin e planit rregullues, me legalizimin e këtyre zonave informale, do të ndërhyet në këto zona informale për t'i përshtatur me planin rregullues të qytetit. Për sa i përket ndërtimeve shumë kace që ne ndërtojmë sot në qytetin e Fierit, ju e dini shumë mirë që është politik dhe e kësaj qeverie dhe qeverisë që u largua nga pushteti, t'i hapi rrugën biznesit. Me sa më pak dhimbje kuptohet. Gjithmonë diçka e re që futet asnjëherë nuk është me ka pasoja, sepse ndërtimi i një objekti shumë katësh bëhet pranë godinave 1 katëshe dhe 2 katëshe, të cilat me kalimin e kohës dhe ato do të prishen, do të zësojnë me godina shumë katëshe. Po për momentin që bëhet një ndërtim shumë katësh, 10 katëshe apo 11 katësh pranë një godine 1 katëshe, asnjë nga ne nuk do ta dëshironte një gjë të tillë. Megjithatë ne nuk mund të ndërpresim ndërtimet në qytetin e Fierit. Mbase do të ketë pyetje edhe nga salla, a do të ishte me vend, nuk e di, nëse keni limite të pallatave shumë katësh. Sa është limiti në Fier, apo mund të ndërtoj 15, 20, 25, sa doj biznesmeni? Në qytetin e Fierit ne nuk kemi vendosur një mas, po themi në Fier do ndërtohen deri në 10 kate apo 11 kate. Po. Dhe nuk ka asnjë arsye që ne të mos ndërtojmë edhe 25 kate në Fier. Më thënë ka zera tek këtu që dëgjojnë që thonë që s'mban. Mban dhe 100 kate mban në Fier. Puna është thjesht tek, s'ka problem, as flitet fare. Gjithmonë është thjesht çështja është e kostave e ndërtimit. Megjithatë, është Fieri qytet që mund të ndërtojmë 100 katëshe në Fier. Gjithmonë ndërtimet, lartësia e ndërtimeve është në proporcion me madhësinë e qytetit. Fieri ndërton sot me 11 kate, 10 kate, 10 plus 1. Kjo është mesatarja, 11 kate, 11 plus 1, domethënë kati i fundit i ndërtimeve bën 2-3 vila. Lartësia mesatare e ndërtimeve shumë katëshe në Fier sot është 11 kate. Po. Edhe mua nuk më duket që 11 kate janë shumë për qytetin e Fierit. Mund të jetë ky maksimumi i ndërtimeve dhe jam shumë dakord me këtë. Që jo më shumë se për 11 kate, më thënë nuk ka vend në Fier. Por ne nuk kemi një gjë të përcaktuar fiks që në Fier ligj. Siç është Vlora për shembull. Vlora është një qytet që ka vendosur për arsye të sismicitetit, nuk ndërton më shumë se 8 kate apo 9 kate. Në Fier nuk e kemi një kusht tillë. S'është problem? Jo. Në kundër se atëherë do rikthehem përsëri tek arkitektja Çobo. Në këto përmasa që ngrihen pallatet në Fier, në këto lartësi, janë të harmonizuara me sipërfaqet në dispozicion
janë të studiora kopshti, një pjesë lulishtheje, ambiente tjera shlose, si janë zbatuar projektet tuaja, apo mendimi juaj se kjo një strategji e pa aprovuar, një plan rregullues i pa aprovuar, por ju si vazhdohet ndërtimi në këtë fushë? Atëherë, në vazhdim e asaj që tha dhe drejtori, bashkia ndodhet përballë një presioni, po e quaj, nga ndërtuesit për të ndërtuar dhe përballë një plani që është duke u hartuar. Absolutisht nuk mundet bashkia që t'i vër kufi dhe fre ndërtimit, sepse atëherë do të kishim largimin e biznesit nga qyteti dhe kjo nuk na intereson që ky qytet ngelet i pa zhvilluar, sepse ne po i mbyllim dyert këtij lloji biznesi që është sot për sot biznesi më fitimprus të qytetit Fierit, ndërtimi dhe të gjitha ndërtimet që bëhen, siç tha edhe Manoli, janë në bazë të studimeve pjesore dhe një studim pjesor për gjithë qytetarët përmban përveç gjurmës së objektit, përmban dhe sipërfaqet e gjelbërta dhe parametrat e tjerë që ka dhe kërkohen nga rregullori urbanistikës apo ligji i urbanistikës që përcaktohen. Ajo çka bën bashkia sot është që ka filluar dhe ndërhyn në përbllokjet e pallateve. Ne kemi rreth 6 muaj që kemi filluar një projekt në kuadrin e strategjisë së zhvillimit të qytetit me Koplanin për gjelbrimin e blloqeve të pallateve. Kemi gjelbruar rreth 10 blloqe pallatesh me lulishte të vogla, por që ka ndryshuar fytyrën, ju duhet të keni parë edhe po ndërkohë regjia mund ta ndihmojmë me plane, po pamjet me planet që janë regjistruar të këtyre që janë regjistruar në kontratën që është lidhur me kryetari i bashkisë me donatorit, po me drejtorin e Koplanit, mund ta ndihmoj regjia për këtë punë, mbasi ti ketë në dispozicion planet. Po, atë për të vazhduar. Kjo është ajo çka bën bashkia, pra financime të donatorëve të huaj dhe paratë taksapaguesve fierak shkojnë jo vetëm për rrugë dhe për kanale dhe për tubacione, por shkojnë dhe për gjelbrim dhe për stola. Ajo që do të më pëlqente të shtoja është që këto sipërfaqe, pavarësisht se sa të vogla janë, ato ndryshojnë vërtet pamjen e blloqeve të banimit. E rëndësishme është që të mirëmbahen, sepse nuk i takon vetëm bashkisë që të mirëmbajë këto sipërfaqe. Patjetër, bashkia ka rolin e saj, por edhe gjithë qytetarët duhet të trajtojnë ashtu siç është dhe emri i emisionit tuaj, që unë jam e kënaqur që ju e keni quajtur kështu, qyteti im, shtëpia ime. Pra, dhe ata hapësirë jashtë derës shtëpisë ta trajtojnë si shtëpia e tyre, duke e mirëmbajtur. Pra, jemi duke ndjekur pjesë të strategjisë të zhvillimit, projektet. Kështu që kjo është e rëndësishme, domethënë që ndërsa për sa i takon ndërtimeve të reja që bëhen në troje private, bashkia mundohet që të ketë kërkesa për zbatimin e studimeve për sipërfaqet e gjelbërta, por gjithsesi pavarësisht ka ndërhyrë dhe në këto sipërfaqe. Gjithsesi është një punë e përbashkët e biznesit dhe e bashkisë. Po, zoti Mato, juve jeni përgjithësi një zyre të rëndësishme funksion të bashkisë, është e Gugu. Diçka rreth projekteve tuaja, si keni paraqitur këto projekte për strategjinë e zhvillimit të qytetit të Fierit dhe kryesisht në sferën e urbanistikës. Po, nëse keni ndonjë material ilustrativ që mund ta fokusojmë në kamerë. Materialet janë të bollshme, po me që koha është kaq sa është do zgjedhim ato, domethënë se. Thash plani përgjithshëm rregullues i qytetit Fierit është një nga elementet e strategjisë më themelore, sepse aty do mëshirohet pastaj edhe zgjidhje e aspekteve tjera të jetës së një qyteti, qoftë as ekonomike, social, kulturore ose të mjedisit. Dhe siç u tha dhe më sipër, ky plan tashmë është në fazën përmbyllëse, nga aspekti teknik është i përfunduar, janë për të bërë disa përmirësime nga ana estetike para se të kalojnë për miratim në KRTSH. Nuk e di nëse u e dhanë pjesën e kontratës që ka lidhur kryetari i bashkisë. Në vazhdim mund të jepet lagja rruga e Kozozës. Është një domosdoshmëri, domethënë hartimi i këtij plani pas këtyre zhvillimeve të vrullshme që kaloi qyteti vitet e fundit, po punohet sot me një plan që është miratuar në 89-ën dhe të gjithë e kuptojnë që në 89-ën nuk mund të parashikoheshin ky evolucion kaq i shpejt ose ky revolucion në aspektin urban dhe në aspektet e tjera sociale. Pra,
është operuar me zgjidhje emergjente në situata emergjente dhe kjo është një zgjidhje strategjike që po bëjmë, është një plan strategjik i zhvillimit pikërisht për këtë sepse duke hedhur një vështrim retrospektiv jo për të bërë inkuizicion, po për të nxjerrë mësime dhe për të prognozuar një qytet modern, u desh të hartohet ky plan që t'u japi zgjidhje që në tavolinë me njerëz të mençur, me njerëz punëtor, me njerëz me vizion, të krijojmë një fier modern ashtu siç e dëshirojmë. Po, faleminderit zoti Mato. Atëre para se të kalojmë te drejtori i policisë ndërtimore, me të cilin unë nuk e di nga salla kush ka pyetje nga salla lidhur me për sa u thanë deri tash nga pjesa e bashkisë. Pra, ishte në kryetari e bashkisë Ericela Çobo, drejtori i urbanistikës, si dhe zoti Flamur Mato. Diçka nëse keni ndonjë pyetje, ndonjë sugjerim? Po, ta bëjmë pak konkrete kështu, se të diskutosh mikrofoni është i hapur apo jo, kontrolloj pak të diskutosh për urbanistikën e Fierit apo të çdo qyteti ka larmi probleme dhe është një fushë shumë e gjerë Mustafa që Myrta dhe ne të nuk përfundon. Zoti Myrta të prezantojmë është Mustafa Myrta, intelektual, drejtori i shkollës private Shekulli i Ri. Po. Unë e kam pak konkrete. Për shembull, marrim ndërtimin madhor që bëhet në Konferenca e Pezës, një lagje që është në qendrën e qytetit të Fierit. Kështu do ta quajë. Nga më të preferuarat që afër qendrës, do të thotë qendra. Nga më të preferuarat që ka pas Fieri deri tani, secili që kërkonte të vinte në Fier kishte qejf që të blinte një shtëpi atje, prapë kohë që siç ishin ndërtimet. Konkretisht për shembull, atje po bën ndërtime madhore. Janë bërë studime deri në detaje në këtë lagje. Pra ndërtime. Kur them detaje, do me thënë, ky studim pjesor, pavarësisht se është bërë në toka private, po është bërë studim që gjithë secili të përgjigjet nga ata ndërtues sipas atyre parametrave që ka vendosur studimi urban. Po, le të përgjigjet zoti Goga. Po. Në lagjen Konferenca e Pezës, është bërë një studim urbanistik me sa di, sepse unë kam 2 vjet drejtor urbanistike. Në 2003 duhet jetë bërë, nuk e di eri sa. Një studim urbanistik të vitit 2003, ku është përfshirë gjithë bloku i lagjes Konferenca e Pezës. Dhe atë studim urbanistik ne e kemi sot në zyrën e urbanistikës dhe e zbatojmë. Në këtë studim urbanistik ku përfshihet gjithë ky trekëndshi i lagjes Konferenca e Pezës, janë vendosur banesa shumë kaçe. Ato që ju i shikoni sot janë ndërtuar dhe janë duke përfunduar. Ose më saktë të themi që ndërtimi i kësaj lagje përfundoi. Të gjithë e vënë re edhe nga jashtë, pa hyrë brenda, domethënë që dënësia e ndërtimeve në këtë lagje është një çike tepruar. Megjithatë, gjithsesi është në bazë të studimit, është një studim i miratuar në vitin 2003. Nuk e di, kaq thjesht pyetja, ka një studim urbanistik të miratuar në vitin 2003 për këtë lagje. Dhe të gjitha ndërtimet që bëhen sot në lagjen Konferenca e Pezës i përmbajnë këtij studimi urbanistik. Po. Tjetër? Më falni, nëse do të një minutë të marrësh mikrofonin. Zoti Pore. Nëse do të ndodh me një lagje tjetër, ta zëm lagje 1 Maj ose një lagje tjetër 15 tetori. A ka studime të tilla apo do të fillojmë, do të ecim në mënyrë spontane fillimisht e pastaj do të kujtohemi se ku po vemi? Po. Sepse njëta gjë mund të ndodhë me një lagje kur në mënyrë private do të qesin një troll me të drejtën e tyre. Pastaj çdo të ndodhin, edhe nëse do të ketë një bum në këtë lagje, si do të përputhet perspektiva, parashikimi studimor me një realitet që na vjen një mëngjes dhe ne nuk jemi përgatitur? Po, faleminderit zoti Pone. Po. Jo më kot unë përmenda dhe kohën e miratimit të këtij studimi urbanistik. Dhe e vërteta është që ne sot diskutojmë dhe për planin rregullues të qytetit Fierit. Dhe shpresojmë të gjithë dhe do punojmë të gjithë bashkë që të mos përsëritet më gjëra të tilla mos përsëriten më. Të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që gabimet që janë bërë në këtë periudhë kemi mundësi që sot
t'i kontrolloj më mirë se sa dje. Dhe mendoj që nëse nuk duam, vetëm nëse nuk duam, mund mos e bëjmë këtë punë. Po mendoj që edhe studimet që po bëhen në pjesë të ndryshme të qytetit kanë më shumë hapësirë se sa studimi i bërë në lagjen Konferenca e Pezës. Edhe sot ne punojmë me studime pjesore, po hapësirat janë më të mëdha. Dhe shpresojmë që me hartimin e planit rregullues, të shpresojmë që në korrik do shkojë plani rregullues në KRT-n e Republikës për 2 ose 3 muaj t'i vijë radha në KRT-n e Republikës dhe ne do kemi një ligj për zhvillimin e qytetit Fierit. Dhe nga ky ligj nuk del dot më njëri. Nuk mund të veprosh më, sepse sot veprojmë me studime pjesore, të cilat janë kapet një kuartall në një lagje dhe shikojnë interesat vetëm të atij bloku. Kurse plani rregullues do të shikojë interesat e gjithë qytetit Fierit. Do jenë përcaktuara shumë saktë dhe zonat e gjelbërta që do t'i shërbejnë bllokut banimit. Në një lagje mund mos ketë shumë sipërfaqe banimi, po ngjitur me atë lagje ose me atë blok banimi, në pjesën tjetër do parashikohet zona e gjelbër. Gjithashtu dhe brenda për brenda bllokeve të banimit do parashikohen zonat e gjelbërta. Nuk besoj që do të ndodhi përsëri një masakër, po ta quajmë masakër. Po, zoti Bone, bëni pak replikë, hajde. Pas zgjatur muhabetin të lagje konferencës, unë vetë jam banor i kësaj lagje. Po të paktën unë nuk di, po ndoshta ose jam pak i vonuar. Është mirë që nëse është parashikuar një infrastrukturë, a ka të drejtë komuniteti të di që në këtë blok ku kishim këtë zhvillim kaq të vrullshëm, ti qetësojmë njerëzit tu do të ketë edhe një blok të gjelbëror, do të ketë një hapësirë për një kopësht. Po kështu është nevojë edhe për një lagje tjetër. Unë jam në këtë lagje dhe nuk e di, përveç ndërtesave nuk di të ketë. Atëre kërkohet një planimetri në një llamarina diku që njerëzit qetësohen dhe të dinë që kjo lagje nuk erdhi kaq spontanisht. Po këtu edhe me atë që keni mundur ju të përballoni se të e dim bumin e ndërtimit në këto 3-4 vjet të fundit. Atëre unë jam banor i kësaj lagjes, po se unë janë edhe me mirat të tjerë. Çfarë ka kjo unë nuk di gjë. Atëre urdhëron na jepni një planimetri. Çfarë do shpjegoni për sot, zoti Goga? Si t'u japin, nuk e kuptoj. Planimetrin e doni ju sot, apo do doni të informoheni si blok? Informoj. Si lagje, është një lagje të tërë. Atëre diku mund të vihet një planimetri. Këtu ishte. Një copë llamarina, diku është shumë njerëzit ta dinë çka në këtë lagje. E qartë zoti Bone, pyetja është e qartë zoti Bone. A presim në një gjë të mirë? Po. Vërejtja është shumë e saktë dhe këtë punë ne do ta fillojmë edhe me planin rregullues të qytetit dhe me blloqet e banimit. Nëse keni parë sot në për godinat që ndërtohen, ka një tabel ku është vetëm pallati që ndërtohet. Kurse me hartimin e studimeve pjesore dhe të planit rregullues, ne kemi si parim dhe mendojmë që ta zbatojmë këtë, studimi pjesor i një lagje ose një bloku të shkojë dhe të diskutohet edhe me banorët e lagjes. Krahas asaj që unë jam dakord me mendimin tuaj që të bëhet një tabelë e madhe dhe të vendoset në 2 qoshet e bllokut banimit. Do ishte shumë e thjeshtë. Kur do të bëhet kjo zoti Goga? Kjo do se nëse priti nga Tirana. Jo, s'presim nga Tirana. Jo, studimet pjesore që ne do të bëjmë për qytetin e Fierit, do t'i vendosim bilet shërbej dhe nata e sot me mbase ose kjo mbrëmje ose ky diskutim që po bëjmë sot, që në studimet pjesore që ne ndërtojmë që hartojmë për pjesë të veçanta të qytetit Fierit, krahas vendosjes së një banese, të vendosim dhe një plan urbanistik të zhvillimit të bllokut banimit. Po, atëre para se të kalojmë pyetjet tjera, zoti Shkopi, nuk e di marrëdhëniet tuaja me bashkinë si policinë ndërtimore keni filluar disa aksione me marrjen e detyrës si drejtori i policisë Qarkut, policinë ndërtimore. Çfarë keni konstatuar nga shkelja e ligjeve të urbanistikës në qytet dhe çfarë masash janë marrë? Sepse është një fluks i madh ndërtimesh që natyrisht kjo ka shpjegimin e saj, ky fluks vështirësitë bashkisë të projektimit të urbanistikës, të gjitha këto nganjëherë duhet të përplasen, qofse ju keni konstatuar, çfarë keni konstatuar dhe çfarë masash janë marrë? Ju faleminderit dhe për ftesën që keni bërë në studion tuaj, në televizionin tuaj, që është një televizion
që është korrekt edhe qytetarët marrën vesh, shprehin dhe shqetësimet e tyre, po dhe përgjigjet dhe mendimet tona. Pyetja juaj është disi çik e gjerë. E përgjithshme, po, Është e mund ta përgjithshme. konkretizojmë. Edhe Shkurt mund të jemi unë përgjigje. dëgjova dhe parafolësit, dy përfaqësues të bashkisë folën për studime pjesore, për zhvillimin e qytetit, dhe unë do të thosha nuk jam specialist i kësaj fushë, këta janë specialistë, janë inxhinier, arkitekt, studimet pjesore, ne si Policinë Ndërtimore apo dhe qytetarëve që bëjnë dhe pyetje këtu në sallë, e vështirësojnë pak punën tonë. Se nëse do të kish një studim ose një plan rregullues që do të harmonizonte edhe lagjet, edhe blloqet, do të ishte shumë herë më mirë, po duke qenë një studim pjesor, zotëria ngriti po e zgjeroj pak atë përgjigjen e pyetjes suaj, për konferencën e Pezës, diku bëhet në lagjen 1 Maj apo në lagjen Apollonia, dhe këto nuk janë harmoni me njëra tjetër. Në një studim pjesor, po flas për konferencën e Pezës, do jetë 10 kaç. Në lagjen Apollonia do jenë 12 apo 13 kat. Ndërsa nëse do të ishte një studim, një plan rregullues, edhe këto do të vendoshin në harmoni me njëra tjetrën, do të ishte më lehtë edhe për ne si Policinë Ndërtimore, edhe për qytetarët, ajo që tha zotëria që dihet që ky blok do të jetë me këtë lartësi, ky blok do të jetë me lartësi. Aty siç shkruhet tek pallati, që viret edhe firma, kaq hyrjet, kaq lartësia, kaq këto, po do të jetë dhe sheshet, gjelbrime dhe gjitha këto. Kjo do të ishte më e mirë. Megjithatë, ne operojmë me studim pikërisht me studime pjesore. Arkitektja Çobo tha që neve kur bëjmë projektet, ja çojmë me Policisë Ndërtimore. Pra jeni të mirë informuar për këtë punë. Sigurisht aty do të dalë, po thash, pyetja është bë e gjerë. Flas për si janë marrëdhëniet tona me bashkinë. Për dijenit publikut edhe tuajin, drejtori i Policisë Ndërtimore me ligj që është antar i KRT-s bashkisë. Kështu që neve jemi, kur kalojnë këto leje për këto objekte që ngrihen, neve jemi vetë antar të KRT-s. Në të njëjtën kohë, si procedurë, kur miratohet leja, miratohet sheshi, miratohet leja, një kopje dokumentacionit investitori, ndërtuesi, para se të fillojë punën, ndërtimin e dorëzon në Policinë Ndërtimore. Në ky moment, Policia Ndërtimore fillon që të ndjek projektin, punën, vazhdimsi deri në përfundim të objektit. Marrëdhëniet tona, bashki dhe polici ndërtimore, nuk mund të përfiturohen që të jenë të shkputura nga njëra tjetra. Sigurisht, kur ka pasur bashkia, ka kërkuar ndihmën e Policisë Ndërtimore, Policia Ndërtimore edhe me atributet që jep ligji ka ndërhyrë. Por kur dhe Policia Ndërtimore ka pasur probleme me bashkinë, edhe kryesisht me zyrën urbanistikës, problemet gjithmonë këtu janë të kondicionet urbane, nuk ngelet për të ngritur në problemet pasi të ketë kaluar dhe leja, po këto bëhen problem gjatë mbledhjes, gjatë debatit që bëhet në KRT. Po, ka shkelje, nuk më përgjigjit saktë, ka shkelje të projektit që aprovohet në KRT, edhe zbatimi i tij, keni konstatuar shkelje të tilla juve, dhe masat janë marrë. Raste që të themi neve KRT-ja e bashkisë ka shkelur kondicionet urbane, nuk kemi... Jo KRT-ja, flas zbatusi, pronari, subjekti. Leja kur del në KRT, plotson gjithë parametrat, sepse ndryshe nëse nuk plotson këto parametra, këto kushtet, distancat apo nuk mund të jepet, nuk mund të aprovohet leja. Nga momenti që leja aprovohet dhe dosja vjen Policisë Ndërtimore, është Policia Ndërtimore pasaj që do të ndjeki zbatimin e kësaj leje në objekt. Po, sipas jush çdo gjë ka shkuar në rregull. Atëherë kanë gjë nga salla. Kolegët gazetar. Po. Për një moment do të doja në kuptim figurativ të shpërthenim pak këto muret e kësaj salle këtu dhe le të ishim në terren. Aty ku telefonatat. Nuk e di regjia përse ka këto ekrani apo është të mirë. Po, pra thash, për një moment në kuptimin figurativ, le të shpërthejmë pak këto kufizimet e sallës dhe le të ndjejmë veten bashkarisht në terren.
aty ku grupet e xhirimit çdo ditë marrin shqetësimet e shumta për objekte të cilat kanë birë si kërpudhat dhe shfaqen si ciban, duke zënë hapësirat e lira, ato hapësira të cilat fare mirë mund të shfrytëzoheshin për lulishte, për sipërfaqe të gjelbëruara, për vendpushime, për fëmijët dhe moshën e tretë. Kemi telefonatat shumta dhe po filloj konkretisht me lagjen Kryengritja dhe pikërisht aty ku janë bërë pallatet e reja për të pastrehat. Ndoshta është pak paradokës që këto pallate të reja me studime janë kthyer si ato fshatrat pas një lloj planimetrie në mesjet, ku janë bërë mure, janë bërë gardhe, janë zënë rrugët, janë vendosur baranka. Atëherë bashkia ka strukturat e nevojshme, po dhe potencialin e nevojshëm të njerëzve që duhet të japin informacionin e duhur, që nga koordinatorët, inxhinierët e rajoneve, kryetarët e rajoneve. Është një rast shumë i mirë kur një arkitekt është dhe nën kryetare bashkie. Do të doja të dija se sa të informuar janë për këto probleme, për këto shqetësime të përditshme. Po, janë shqetësime që jepen çdo mëngjes në Të lutem të vazhdoj pyetjen. Nuk do vazhdosh. Do bësh pyetje, jo nëse do flasësh. Të lutem, zoti. Po. Tash ti kalojmë pak dhe të shkojmë aty. Pyetje do të ishte. Të shkojmë aty ku dhimbja është, sepse aty mund të bëhet kurimi. Atëherë, cilat janë masat apo zgjidhjet konkrete që ju ofroni juve qytetarëve? A mund të shkohet dhe të flitet për një strategji zhvillimi të një perspektive 20-25 vjeçare me një infrastrukturë të shkatruar, me rrugë të cilat njerëzit duhet të veshin qisme. Pra, lidhur me këto do të doja se sa informacion keni dhe çfarë rrugësh zgjidhjesh ofroni për qytetarët. A ka ndërtime të cilat me apo pa lej pak rëndësi ka, por që bjen ndesh me planin urban. Sa të impenjuar jeni ju për të thënë këtyre ndërtimeve stop, qofshin me apo pa lej, të dhëna këto nga kushdo, të dhëna në hapësira të gjera vitesh. Faleminderit. Po. Gazetari bëri një pyetje që mund bëjmë 7 emisione me këtë pyetje. Po. Me përgjigjen e kësaj pyetjes. Atëre do e përgjigjim ai sa mund të. Unë do doja që të thosha këtë që nuk mund të mos shkose të flasësh njerëzve për strategji. Jam shumë dakord sepse dhe përpara shtëpisë time ka balt, nuk është se unë jetoj në New York edhe unë në Fier jetoj, por që bashkia ndodhet thash përballë një sfide të tillë që përballë sfidës së kërkesave për ndërtim, përballë sfidës së një ligji për decentralizim që jep bashkisë deri diku mundësi, deri diku e kufizon sepse ka gjëra që varen nga qeveria e gjitha instancat të tjera. Gjithsesi, për ta ngushtuar dhe për të kthyer një përgjigje sa që të mos merremi gjatë gjithë emisionit me të njëjtën pyetje, bashkia ka aq informacion dhe nuk është e drejtë ajo që thua për ndërtimet me apo pa leje, se gjithsesi bashkia është e vërtetë që menaxhon gjithë territorin e qytetit, por në momentin që një qytetar as që do t'ja di për bashkinë dhe ndërton pa leje, atëherë unë si bashki, sido që të jetë, duke qenë se ky qytetar nuk ka vendosur një marrëdhënie me mua, nuk kam se si ta di se çfarë ka bërë apo si. Gjithsesi ka inxhinier rajoni, e thatë mirë, ka koordinator, të cilët bëjnë këto marrëdhënie dhe lidhjen dhe ne marrim informacion. Po pra, i dedikohet. Pra pyetja është drejt për drejt. Çfarë keni bërë ju për të vënë gishtin mbi plag? Një kukuron. Dhe në rastin konkret është bashkia që menaxhon të gjitha ndërtimet që bien ndesh me planin urban, flasim për strategji. Të lutem, në rastin konkret policisë ndërtimore për këtë punë. Në rastin konkret unë po të them që të gjitha lulishtet që janë bërë në qytetin e Fierit janë prishur me 10 garazhe dhe me 10 mure të qytetarëve fierak për të bërë këto hapësira publike. Por bashkia ka të drejtë të ndërtojë lulishte dhe sheshe për fëmijët, sepse e shoh që aty është dhe meraku i gjithë qytetarëve, vetëm në trojet publike. Në troje private, unë si bashki nuk ndërtoj dot. Pyetja ishte konkret tek pallatet në lagjen Kryengritja, cili është prononcimi juaj? A e njihni situatën? A e dini se si është bërë ajo lagje atje, e cila duhet ishte lagje model dhe qytetërimi? Ajo lagje zotri u tha dhe këtu dhe u stërtha që ka një studim që është i miratuar në 2003 dhe në atë studim janë
të paraqitura dhe të vizatuara dhe rrugët dhe hapësirat e gjelbërta dhe gjithçka. Dhe është një lagje që është duke u ndërtuar, nuk ka përfunduar ndërtimi. Nuk besoj se ke parë të pritet ndonjë shirit nga kryetari i bashkisë në atë lagje. Kryengritja. Thot kryengritja, po thoj jo për konferencë. Janë pallatet e ndërtuara në lagje janë të bëra sipas një plani studimi. Dhe aty është bërë një masakër urbane. Atëherë cili është qëndrimi i bashkisë për këtë masakër urbane të bërë këtë lagje? E qartë për konferencën e Ata pezës. thoshte për konferencën. Jo, pati një keq kuptim. Jo, ishte thjesht një keq kuptim që Ishte- për emra lagjesh. Emra lagjesh, thashë ishte për konferencën. Po, e qartë, Zoti përgjigje për lagje konferenca e pezës. Kujtova se ishte për konferencën e lagje. Bëhet fjalë për lagjen Kryengritja ku janë bërë disa pallate për të zoti pastrehet. Sufi, e qartë. Po pra, po kur flasim për pallatet për të pastret, që janë pallate për ndërtesa sociale që quhen, nuk mund të kenë cilësinë e një pallati që shitet 400 euro metri katror, cilësinë ndërtimore, po flasim se sido që tjetë janë pallate me kosto të ulët, por që përmbushin ato parametra të jetueshëm dhe gjithsesi thash për ditë punohet dhe hapësirat e gjelbërta apo rrugët e qytetit Fierit ka prishje, muresh dhe garazhesh për të bërë, por nuk mund të merret një aksion në gjithë qytetin dhe atë fillojnë prishjet për një javë, të prishim gjithë qytetin, gjithë muret e qytetit, sepse sido që të jetë mund na flasi dhe vetë drejtori i policisë ndërtimore kur flasim për prishje se sa vështirësi ka dhe se si janë gjërat. Faleminderit për përgjigje dhe do të ishte më mirë të shkonin bashkë dhe të kishit një informacion më të saktë. Të shikoni gjendjen reale se e shoh që ju mungon informacioni i duhur dhe të ishit përballë shqetësimit dhe kërkesave të atyre qytetarëve. Gjithsesi faleminderit. Zoti Sufi, Më fal. Urdhë zoti Mato, në vazhdim po, pyetje tjetër. Jo. Një minutë zoti Mato. Ti bëjmë bashkë pyetjet. Jo, më fal një çik, më fal. Më fal se është në vazhdim dhe se pyetjes bashku përgjigje, të lutem, më falni. Po nuk mund të japësh një përgjigje 10 pyetjeve kur ato kanë objektive të ndryshme, më fal. Po nëse zotria e mbylli fjalën e tij me një farë ironie që mua nuk më duket se është vendi, unë desha ta sqaroja që jo, më falni juve një sekond. Nëse ju mendoni këtu për të nxjerrë shkresa dhe projekte, po ne jemi këtu për të bërë projekte, zotri. Ne jemi këtu për të bërë projekte. Zoti Sufi, Zoti Sufi. Nëse juve realitetin... Po ju do flisni, do pyesni vetë, do përgjigjeni vetë tani? Nëse juve realitetin që ju serviret e quani ironi... Zotri, a mund të shpjegojnë punën tonë? Doni të shpjegojnë punën tonë? Atëherë më lejoni të shpreh. Po nuk mund të pranoj. Po më lejoni pra ty të shpjegoj. Zoti Sufi, të lutem na dëgjoj tash. Se çfarë kuptimi ka që jemi këtu? Atëherë po ju dëgjoj, pyetja e qartë. Mundësoni për ironira. Dëgjoni. Po zoti Sufi, pyetja e qartë. Flisni për një strategji 20 vjeçare. Unë besoj se e keni kaq bon sens që të mos pretendoni zgjidhjen sot. Kur ky është një punë në kantier, është duke u hartuar strategjia. Jo vetëm që është duke u hartuar, më fal. Zoti Sufi, keni mirësinë të dëgjoj dëgjoni përgjigjen. Dëgjoj përgjigjen. Nëse po hartohet një strategji, duhet i lëmë kohën që ajo parashikon për t'u aplikuar. Po. Aktualisht ne jemi duke e aplikuar elementet e kësaj strategjie. Zoti Mato, dhe ta shikosh Fieri se si po. Zoti Mato, fjala ishte kantier punë. Zoti Mato, më dëgjoni që fjala ishte për ato shkelje që janë të përditshme. Edhe që bjen shumë në sy. Shkeljet e përditshme s'ka pasur një strategji zhvillimi, zotri. Ne tani bëjmë një strategji, zotria thot, pse merreni me strategji po nuk shikoni gropat. Gropat bëhen pasi përpunoni strategji. Se çfarë për gropat? Nuk e fjalë për gropat. Ne nuk mund të japim përgjigjet që duan të gjithë njerëzit. Normal. Atëherë zoti Shkopi, të lutem zoti Sufi, pusho tash. Nesër ke emisionin tënd nesër. Sqarim gjëra të tjera prap nesër me qytetarët, me drejtorin e policisë ndërtimore, po nuk e kthejmë emisionin kështu vetëm. Çfarë po bëhet? Prap do marrësh përgjigje, janë 4. Të lutem zoti Sufi, janë 4 pjesëtar këtu. Qofse lanë një paplotësuar. Nëse do bën debat ne me gjithë sallën, nuk e di, nëse do vazhdojmë me këtë metodë. E bët pyetjet, do prisim përgjigje. Me durim. Ne po na dëgjon populli atje, ti ngre shumë mirë ngre problemet që janë ngritur çdo mëngjes, ke informacione. Megjithatë kjo do thotë që aty ku ke mendjen ti duhet përgjigjet saktë. Do të vazhdojmë përgjigjen drejtori i policisë ndërtimore, drejtori urbanistikës, zoti Mato, inxhinier,
Në kryetaria përsëri do përgjigjen aq sa do përgjigjen. Në fund ti mund të bësh përsëri vërejtje që përgjigjet s'kan qenë të sakta. Vazhdojmë zoti. Unë do të mendoja që është të mbita në mendim të një dialogu, jo të debatit, dialog, me që është dhe një emision i parë, por mendoj që Rapua ka të drejtë dhe shikohet edhe nga dialogu edhe nga debati që ka një mosnjohje të kësaj lagje. Ati janë bërë ndërtime për hapësirat gjelbra, janë bërë 2 apo 3 lulishte, nuk janë prishur garazhe, po janë gjetur të gatshme, pa probleme, por problemet për rregullimin e kësaj lagje, e këtij pjese, unë mendoj që duhet shikohet në sy se ajo është pjesë gati fshatareske e qytetërimit të Fierit. Që nga gjithë territori i kësaj lagje, si mund të ketë shumë lagje të tjera, por veçanërisht kjo lagje paraqet një pamje fshati, jo një pamje qyteti. Zoti Bida, fshatareske. Fshatareske sepse vërtet janë bërë ndërtime të reja, por janë bërë dhe shumë ndërtime të palishme dhe nuk është bërë asnjë lloj prishje e ndërtimeve që nuk i përmbahen funksionit të këtij pjesë të qytetit. Faleminderit zoti Bida. Nuk e dini se keni informacion zoti Shkopi. Për ndërtimet palishme që është pjesa e policisë ndërtimore. Keni ankesa nga qytetar, keni ankesa nga bashkia, edhe vërejtimet tuaja. Në fund jeni organ ekzekutiv. Qartë. Po. Pyetja e zotëris u drejtua bashkisë. Po. Edhe u drejtua me një qëllim të caktuar, edhe për hapësirat, edhe për gjelbërimin, edhe për rregullimin e gjithçka të hapësirat dhe gjelbërimi kanë kohë. Jo, një minutë. Më fal tani. Po. Është tjetër pjesë hapësirat. Më bët pyetje, unë do përgjigjem. Qëllimi, jo, se edhe në debat me zotrin që bëri pyetje, pati një keq kuptim. Po. Ai nuk po thotë që po ndërtohet pa leje atje. Ai thotë nuk po rregullohet, është një pamje shumë e vështirë kur e shikon. Jo, sa janë ndërtime pa leje. Tani. Unë jam policia ndërtimore. Kam një strukturë prej 3 vetësh që mbuloj një qark me 280 fshatra dhe me 6 bashki. Bashkia, këtu ku jemi konkretisht për në Fier, ka rajonet, ka inxhinier, ka një staf në rajon, ka një staf në bashki, ka zyrë urbanistike, ka polici bashkiake, edhe në pyetjen më përpara thash që neve i koordinojmë nëse ka objekte që nuk i prish dot bashkia, ndryshim policia ndërtimore. Po kjo nuk do të thotë që policia ndërtimore hesht. Por imagjino që në 280 fshatra që problemet të gjitha t'i mbuloj kjo administrat me 3 inspektorë që ka policia ndërtimore, edhe nuk i kapka dot rajoni apo bashkia. Por problemi është ndërtime pa leje kur janë në ndërtim, apo ndërtime që janë bërë qysh ka 90, apo 91, apo 92, apo 93, apo deri në 2000, apo 2005, edhe çfarë evidentojmë ne? Nuk mund të hyjë policia ndërtimore për të prishur një garazh apo një cep muri se është 1 metro, kur këtu ka rajon, ka vetë policia bashkiake. Po. Nëse do të merret policia ndërtimore me të hequr gardet, me të hequr bllokat, me të hequr puset, me zgjidhur konfliktet që ka dalë një diktare këtej një ande aty, nuk do të ketë kohë që të merret me cilësinë edhe me ndërtimet e pallateve, me kontrollin e këtyre. Po. Por thash edhe një herë ne nuk kemi heshtur. Pyetja nuk ishte direkt, edhe ne duam të shmangem unë që çfarë ka bërë policia ndërtimore dhe çfarë po bën bashkia. Ktu është problemi, hidhemi përsëri tek fillimit të studimit. A bëhet një pallat për të pastrehet? Ku janë hapësirat e gjelbërta që do të krijohen për këtë? Çfarë është parashikuar? Dhe është tjetër punë sa që marrë pallati, investitori, do të bëjë këto rregullimet, do të bëjë lulishten, do të bëjë ambient të shplotse, çfarë ka ku ka. Do të sqaroj pak zoti Goga? Jo, nuk dua të zgjatem sepse nuk është vetëm ajo lagje që nuk e di, këtu mund të kemi përfaqësues nga ajo lagje mbase që ngrihet shqetësimi më i madh. Zoti Bida, ai i kanë ndjekur gazetari ynë zoti Sofi? Po. Më saktë, po bëhet kanë ndjekur debat për këtë lagje sepse kemi përfaqësues. Zoti Goga, ne në mëngjes, një minutë, ne çdo mëngjes kemi një emision ku telefonojnë qytetarët për shqetësimet që kanë. Zoti Sofi e ndjek këtë emision çdo mëngjes. Pra ka ankesa të përditshme. Këto ankesa, nuk e di, ka të tjera, para që ti një pjesë këtyre, për një lagje sot. Po, në atë lagje janë ndërtuar banesat për të pastrehet. Bashkia ka shumë vështirësi për të gjetur truaje publike për ndërtimin e banesave për të pastrehet.
sepse nuk mund të marri bashkia truje private për të ndërtuar për të pastret. Dhe ne si urbanistik, si drejtori urbanistike dhe bashkia e Fierit, jemi konkretisht përsëri duke kërkuar ku t'i fusim këto. Është shumë e vështirë të ndërtosh një banesë për të pastret. Dhe të mos kërkoni, e tha dhe Eri, ajo banesë për të pastret do gjejmë një zonë që do jetë publike, që nuk do t'i ketë ato kushtet, ato lulishtet dhe ato shatërvanet që mund të mendojmë ne dhe sipas planit rregullues. Po është mes qytetit e zoti? Nuk është mes qytetit, dim ku janë banesat e pastreve. Është brenda lagjes? Ajo është në anë të Gjanicës tek përpunim Druri ku ka qenë. Nuk mund të flasim. Një minutë, po jo, një minutë tash, me radhë, jo pas çdo njëri nga ne do flasësh ti. Një minutë, s'jam për publik ato. Ajo lagje atje ku janë vendosur banesat e pastreve ka probleme. Ka dhe garde që kanë vënë dikush atje nga ata banorët e katit parë të pallateve. Që ne një pjesë atyre gardeve i hoqim tani me bërjen e lulisheve. Nuk e di ju i keni para apo si keni para. E filmom lulishe, po, mund të japë. Po, dhe gjithë ato lulishe ishin duzena me hardhi dhe me garde. Dhe u hoqën hardhit, u hoqën gardet, u pastruan një pjesë. Po. Po s'mund të pretendojmë sot për një banesë të pastresh, t'i kryojmë dhe tërë ato lulishtet rreth e qark. Jemi të ndërgjegjshëm. Duam prap sheshe për të pastret. Do kërkojmë prap vitin tjetër. Prap do gjejmë copa, qoshe. Po. Që janë publike, që të vendosim një pallat që s'ka as balkone, s'ka as ka 2 dhoma të vogla, sepse është për të pastret zotëri. Po, nuk ka kushte. Kolegu jo Sulejmani, po. Kisha një pyetje për zotin drejtor të policisë ndërtimore. Në plan studimet e zonave kur miratojnë nga bashkia janë të parashikuar edhe ato hapësirat për dritën. Me sa diun ato kanë qenë 6 metra për pallatet ekzistuese. A respektohen ato kur dihet që me ngritjen e lartësisë rrezja e dritës kufizohet për katët e para, katët e dyta? Dhe a respektohen ato që janë të përcaktuara në projekt për sa i përket lulishteve, parkimeve dhe të tjera? Dihet që në shumë lagje, për shembull konferenca e Pezës apo kongresi i Përmetit, apo dhe kjo turistë vendori nuk kanë lulishte, nuk kanë vende të gjera. Para shkurt pallati është me parkim, bëhet pa parkim. Të gjitha këto, edhe hapësira e dritës është shumë kryesore. Hapësira nuk e 6 metra për në varësi të lartësisë apo jo. Shiko. Dhe një pyetje të dytë, se do të kemë mundësi, zoti drejtor të urbanistikës, është bërë një plan studimi për qendrën e qytetit. Detyrë projektim dhe ka kaluar në kërë të rëshën e nuk ka kaluar. Jo, ka shkuar, por nuk ka kaluar. Është nisur materiali për kërën e zbatimi i këtij projektit pjesor, mos bie ndesh me ata dhe nesër pas nesër do krijon probleme Do ta kthejmë. Nuk e di se. Po, faleminderit. Për pyetjen që na drejtoni, nuk është ashtu. Sa 6 metra hapësira, sepse më fal. Në ligjin e urbanistikës, në rregulloren e urbanistikës, është taksative numri i kateve plus 1. Nëse janë 2 objekte përballë një tjetrit, janë inxhiniera, e din shumë mirë. 7 dhe 7, 14 dhe 1, 15 do të jetë distanca. Nëse do të ngrihen nëse do të ngrihen objekte me faqe të ngrirë ose faqe kallkan, që i thon specialistët, mund të njëjtën dhe edhe afër, edhe me njëri tjetrin, me një deklaratë të përbashkët. Kur s'ka dritare, edhe mund të bëhen afër. Ndërsa, po pra, nëse do të ketë balkone ose dritare, ruhen këto numri 4 plus 1. Për sa i përket, a ka hapësira dhe garazhe, këto, kur i bet leja, e thash edhe në përgjigjen e pyetjes në fillim, kur i bet leja, kur i bet sheshi, ka një koeficient që quhet koeficienti i shfrytëzimit. Sa është sheshi i ndërtimit, e supozojmë 1000 metra. Sa është koeficienti, kaq herë kaq del sipërfaqja që është e shfrytëzueshme për të ngritur objektin. Kështu që këto, nëse do të shkelen këto kur bie investitori për atë kërkesën për të marrë lejen, nuk i jepet leja në KRT. Nëse i jepet leja që do të thotë që është brenda këtyre parametrave dhe ky është shkel në ndërtim, është detyra jonë si polici ndërtimore. Nuk kemi pasur raste të tilla, me fjalë që të dalin, po pra, nuk kemi pasur raste të tilla. Nuk ka pra rast të tillë tash që të dalë nga projekti, nga sheshi i ndërtimit. Nuk ka asnjë rast nuk kemi rast të tillë. Po pra. Zona e bëruar dhe paktën janë. Po pra thash çfarë ka dalë në që është miratuar në lej,
Sipas zotit Shkoti nuk ka raste në mëngjes. Nuk kemi pasur një rast për shembull që po nuk ka raste po. Zoti drejtor për sa i përket ka një keq kuptim për qendrën e qytetit, dua ta sqaroj me 2 fjalë pa u zgjatur sepse jemi në hapat e para për qendrën për studimin dhe miratimin e qendrës së qytetit. Është hartuar detyra e projektimit, që është ky materiali këtu, detyra e projektimit për hartimin e planit rregullues të qendrës së qytetit. Është miratuar në Këshillin e Bashkisë detyra e projektimit, në KRT-n e Bashkisë, në Këshillin e Bashkisë dhe materiali është nisur për në KRT-n e Republikës. Me hartimin e detyrës, me miratimin e detyrës projektimit nga KRT-ja e Republikës fillon puna për hartimin e planit rregullues të qendrës së qytetit. Janë ka 2 hallka. Një është detyra e projektimit dhe pastaj është plani rregullues i qendrës. Kurse këto studime pjesore që diskutojmë ne nuk janë në brenda qendrës së qytetit. Nuk kemi të drejtë të ndërtojmë asnjë objekt brenda qendrës së qytetit pa miratuar planin rregullues të qendrës. Dhe kufite qendrës së qytetit janë, nuk e di nga është... Fokusoj atje është kamera, po. Kjo është vija kufitare e qendrës së qytetit. Dhe brenda kësaj zone nuk bëhet asnjë ndërtim pa u miratuar plani rregullues, jo detyra e projektimit, po pa u miratuar plani rregullues i qendrës. Pra kjo është plani rregullues i qendrës së qytetit. Që nga viti 2003 dhe sot brenda qendrës së qytetit nuk është zhvilluar asnjë ndërtim i ri. Kjo është zona e qendrës. Po, edhe një herë fokusoj, mbajt fokusuar, shikoj zonën kufitare të qendrës. Vazhdo. Po, ashtu. Pra, ky është kufiri. Varet kë konsideron qendër. Kjo po pra është një çik popullore fjala qendër dhe tre kënd që tek sharra. Po nuk është ajo zona që jo brenda kësaj nuk na është lejuar dhe nuk kemi kaluar asnjë. Që nga viti 2000 në 2003 është dërguar një shkresë nga kryeministri asaj kohe ku ndalohet ndërtimi në zonën e qendrës dhe qendrat të studiuara dhe të miratuara do të quhen qendrat e miratuara nga janari i vitit 2003 dhe këtej. Qendra e qytetit Fierit nuk ka një studim të miratuar pas vitit 2003 dhe si pasojë nuk lejohet asnjë ndërtim brenda kësaj qendre. Po, zoti Koka. Mundet sepse ka vërtet shumë kërkesa për të ndërtuar brenda kësaj zone që është specifikuar qendër dhe bashkia nuk ka pranuar asnjë kërkesë. Derisa të vijë, derisa të bëhet miratimi i materialit dhe jo i materialit, po i studimit. Po, përfundimtar. Zoti po. U fol shumë për qendrën dhe është e natyrshme se dim që nga ndërtimet me Romën e Vjetën Apolloni, që çdo thot qendrën e qytetit. Tashi në përfytyrimet tuaja, në planet studimore, në këto, si është raporti midis qendrës ose qendrave dhe periferisë së një qyteti? Sepse a do të parashikohen hapësirat që do të na duhen në 2020-ën që është tani, si janë në këto studimet? Apo do të ecim dhe këtu hap pas hapi dhe s'ka me uzu, hap pas hapi dhe s'ka me. Si është ky raport? Pra, qendra, periferi, rrethinat e një qyteti të madh në perspektivë. Zoti po, jemi në një vend me pyetjen, pra në parashikimin tuaj të strategjisë, pjesët jashtë unazës, planit rregullues të qendrës. Planit rregullues. Tani, jashtë unazës Fierit, këto qendra informale. Jo, e ka raportin e qendrës së sot në qytet me periferinë. Unë e thash pak më përpara që kjo qendër që ka sot Fieri, që quhet qendër tradicionale, është një qendër që nga viti 40 apo 50 apo 60. Dhe kjo qendër është shumë e vogël në qytetin e Fierit. Dhe pranon shumë pak ndërtime. Dhe unë do isha dakord. Dhe do isha i mendimit që qendra e Fierit të ndryshoj sa më pak mundësisht, që të ruhet. Që t'i kujtoj brezave që ky qytet ka ekzistuar, nuk është qyteti ndërtuar në vitin 2020. Dhe të ruajnë mundësisht sa më shumë nga godinat që i ka ngelur, ato pa godinat që i ka ngelur qendrës qytetit. Dhe ndërhyrjet në qendrën e qytetit, po të lexoni detyrën e projektimit, duhen kryesisht në dy pjesë. Duhet zona e fabrikës miellit, që është një zonë e shkatruar me depo me. Zona tek dega e brendshme, komisariati që quhet sot, që mendohet të largohet dhe të shkojë pranë ku ka qenë divizionin. Ajo zonë, domethënë, dhe pjesa mbrapa xhamisë, domethënë, kaq ka ngelur për qendrën e qytetit Fierit dhe nuk mban më shumë ngarkesë qendra.
Unë pak më përpara thash që qyteti i Fierit ka nevojë dhe për qendrat e reja, të cilat si thatë ju, do jenë në periferitë qytetit. Në thamë qyteti i Fierit do të shtrihet në drejtim të detit ose në drejtim të Apollonisë. Do jetë në drejtim në të dy anët e rrugës triaksit Fier-Apolloni. Gjatë kësaj rruge do parashikohen dhe qendra të tjera, të cilat do kenë karakter ndryshe nga qendra që kemi sot. Këto do shikohen të gjitha në planin rregullues që po punohet dhe janë parashikuar gjëra të tilla. Tash me detaje nga plani rregullues nuk mund të themi këtu sepse. Atëherë në vazhdim të pyetjeve për pjesët që janë zona e pjeshkëve, pra jashtë unazës Fierit. Çfarë mendoj se ndërtimet vazhdojnë me intensitet të lartë? Do pritet përsëri të vijë plani rregullues çfarë janë këto nga Tirana? Për zonën informale. Zonën informale? Kush janë zonë informale njëherë parë? Së pari dhe së dyti, do vazhdojnë të bëhen ndërtime kaotike atje. Pastaj të kthehemi të bëjmë siç e dini, miratimi i zonave informale është bërë që vitin e kaluar, ka pas një ligj me qeverinë e mëparshme për zonat informale dhe ne si bashki, si zyrë urbanistike kishim një komision prej 4 vetash në pranë zyrës, pranë drejtorisë urbanistikës, që mori në shqyrtim dhe pranoi gjithë vetë deklarimet e qytetarëve të cilët kishin ndërtuar në këto zona, që kryesisht në qytetin e Fierit janë 4-5 zona të cilat e rrethojnë e qarkojnë qytetin, siç thatë ju pjeshkët, pjesa sipër në anën e Gjanicës, pjesa e Sheqit, pjesa në Sheqin e vogël, të gjitha këto zona u miratuan nga ne dhe u dërguan në Tiranë për të miratuar. Mirë po, me ndryshimin e pushteteve, ajo punë u la për gjysmë, doli një ligj i ri që kaloi në parlament për legalizimet, sepse kishte debatet e pronave, si do jetë çmimi e njëra tjetër, dhe ligji u miratua. Dhe ne na ka ardhur ligji. Para 4 ditësh ka ardhur dhe se si do veprohet. Me legalizimet. Shikoni pak shkurt. Konkretisht me pak fjalë, domethënë, mos ta zgjasim. Komisioni që vepronte pranë drejtorisë urbanistikës kalon pranë prefekturës. Gjithë arkivi që kemi ne me deklararimet e qytetare për ndërtimet e paligjshme do të dorëzohet pranë prefekturës. Dhe pranë prefekturës do të ngrihet ky grup i cili do të vazhdojë punën për legalizimin e ndërtimeve të paligjshme për zonat informale. Po ky proces nuk bëhet as për 1 muaj, as për 2, as për 3, sepse do ketë përsëri vetë deklarime. Do bëhet. Atëherë njerëzit do vazhdojnë të ndërtojnë pa lejë dhe ju do vazhdojnë të bëni aprovime të ndërtimeve. Nuk i bëjmë ne aprovimet. Prefektura kush e ka? Edhe prefektura nuk i bën. Prefektura do regjistroj, do verifikoj, do t'i bëj propozimet qeverisë për të përcaktuar dhe miratuar zonat informale. Do vinë miratimet, do bëhen studimet urbanistike, do hapen rrugë, do prishen godina atje ku duhet të prishen dhe lagjet që janë zona informale sot do bëhen pjesë e qytetit duke pasur dhe një studim urbanistik. Duke pritur vite domethënë pasi të bëhen ndërtime. Fatkeqësisht nuk është në dorën e të bashkive apo të zyrave të urbanistikës se sa do zgjasë ky proces. Sugjerojmë zoti Shkopi çfarë informacioni ka. Ka një problem për zonat informale. Juve thatë që ne do presim sa të bëhen regjistrimet, ata vazhdojnë e ndërtojnë. Ligji për legalizimet e zona informale ka dhe një afat. Edhe thot nga kjo datë që ka dalë ligji, edhe nuk pranohen më se çfarë bëhen të tjera më mbrapa. Ta dëgjojnë qytetarët çfarë afati. Ja ta dëgjojnë qytetarët mirë. Po. Kur është bërë vetë deklarimi, ka pas një afat kohor, një limit deri në këtë datë do të pranohen. Çfarë bëhen më mbrapa nuk quhen. Edhe bëhet fjalë që ligji ka dalë tani. Po. Ju e thoni që çfarë do bëhet me këta që ngrenë. Këta që ngrenë tani si lë njëri më të ngrenë. Pra s'ka të drejtë. Nuk bëhet fjalë të legalizohen absolutisht. Pa leje. Ligji ka një afat. Ka afat. Nga kjo kohë deri në kohë, kush bën më mbrapa nuk. Kështu që dhe qytetari që na ndjek neve, ta mbledhë mirë mendjen se nëse ngren pas daljes të ligji, do t'i prishet objekti, i hedh parat kot. Kështu që nuk i ka ikur mendja që të ngre pa leje. Nëse do të ngreje. Nëse do të ngrej. Këto zona që do futen në zona formale që shquhen më informale, do marrë lej bashki. Prandaj tha edhe studim urbanistik do bëni studim zona. Edhe pastaj do të aplikoj studim të miratuar, qytetari mund të paraqesë kërkesën për lejë ndërtimin në qoftë se është pronari i tokës. Gjithmonë pritet për pronar tokës.
emisioni u zgjerua aq shumë dhe nuk mund të S'ka gjë le të jetë debat, po. Jo, është puna që dhe qytetarët hallakaten me shumë gjëra. Mund të bëhet një emision specifikisht dhe për informimin e qytetarëve për zonat informale dhe për ligjin e legalizimit. Le ta lëm. Pjesë e këtij ligji të legalizimit, siç e tha drejtori i policisë ndërtimore që sqaroi shumë qartë që ka një afat ligjor që brenda këtij afati këto objekte që janë ndërtuar brenda kësaj kohe do të mund të hyjnë në procesin e legalizimit dhe jo burra hajt ndërtojmë meqense doli ligji dhe hajt bëjmë çfarë mundim. Dhe të gjitha këto zona që janë specifikuar si zona informale, se dhe një zonë që të quhet zonë informale ka disa karakteristika, nuk mund të quhesh zonë informale një zonë ku janë gjitha objektet me leje dhe është një shtëpi pa leje. Ajo nuk quhet zonë informale. Ai quhet objekt pa leje dhe mbaroi. Por ka kërkesa dhe specifika që janë përcaktuara në ligj. Dhe për sipërfaqen mbi letuar. Dhe për sipërfaqen, për numrin e sipërfaqe quhet zonë informale. Dhe quhet zonë informale. 500 metra zonë informale. Këto zona informale, këto zona që janë specifikuar si të tilla, dhe janë miratuar nga qeveria e janë të përcaktuara. Për këto zona do të bëhen studime pjesore urbanistike, që do të thotë që këto zona do të shifen, i mungon infrastruktura, atëherë do të bëhet infrastrukturë, do të ketë projekte për infrastrukturën rrugore, për ujërat, kanalizimet, e gjitha gjërat e tjera. Dhe aty pastaj do të shifet. Gjitha këto bëhen me idenë që këto zona ti integrohen me qytetin. Kur vendohet studime se njerëzit do të ndërtojnë atje. Sotri tani. Ka procedura. Studime. Ka procedura. Po nuk mund të flasësh me data sot. Faza e parë është vetë deklarimi. Nuk ka data, sepse këtu ke vetë deklarim. Janë trojet bosh. Do të ndërtojnë. S'mund të ndërtosh pa leje, pse do ti? Studimi do bëhet pasi të, shikoj, nuk mund të themi sot. Do një emision më vetë. Po të fillojmë tani të marrim të analizojmë këtë ligjin e legalizimit, do të kërkojmë një orë tjetër. Nëse keni kohë, intereson gjithë qytetarët. Jo, më fal ta mbaroj fjalinë se kam një fjali. Jo, tha do ta lëm aty, po. Në zonë informale, po. Nuk po flas për zonë informale, po flas tha diçka, ai që do të ndërtoj. Ai që do të ndërtoj bën kërkesën në zyrën urbanistikës ligjore, merr materialet që i duhen dhe që kërkon për të bërë një ndërtim dhe shikon nëse ka apo s'ka mundësi të ndërtojë aty ku kërkon ai. Kjo është gjëja më elementare që mund ta bëj çdo qytetar për të mos ndërtuar pa leje. Faleminderit. Vetëm pyetje, nuk dom diskutime. Po, vazhdo. Do të doja të dija sa është inventari i sipërfaqes së lirë, pra sa sipërfaqe e lirë e cila mund të shfrytëzohet për ndërtime është sot në qytetin e Fierit dhe a ka plane studimi për këtë sipërfaqe? Po. Pyetja e parë dhe pyetja e dytë ka të bëjë përsëri me shqetësimin e atyre qytetarëve të cilët ne ndeshim për ditë. Çdo të bëhet me ato objekte të cilat kanë ngushtuar sipërfaqet dhe rrugët që në rast të zjarresh, zjarfikset nuk mund të futen dot në pallate. Ka një rast konkret për këto? Po, ka raste konkrete, prandaj dhe kur fola që parë, thash kemi plot që ne mund t'i japim të detajuara dhe bashkia thash ka strukturat e duhura dhe Zoti Sufi, ku janë rastet konkrete? Kemi raste siç janë lagjen Konferencë Pezës, në lagjen Kryengritja, në lagjen Liri. Pra ky ishte qëllimi. Pretendojnë s'ka rrugë, ty zjarrfiksje. Po, rrugët janë ngushtuar dhe në rast të zjarrit qytetarët ankohen se nuk mund të futet dot zjarrfiksja. Nëse keni informacion zoti. Pra, faleminderit. E kisha për pyetjen e parë, sidomos ishte një pyetje çik në ajër. Më falë, nuk e kam mënyra shpresë mos ma merr për keq. Është në ajër sepse bëre një pyetje që çfarë sipërfaqesh të lira kanë në Fier për ndërtuar. Gjithë Fieri është sipërfaqe e lirë për ndërtuar. Bashkohen tre banorë një minutë. Po bosh ka në asnjë vend. Flasim sipërfaqe publike dhe keni më mirë konceptin. Po janë pronë publike. Atëherë më vjen keq që ju jeni arkitekt dhe kapeni lodra fjalësh. Plas për sipërfaqe publike nuk ka nevojë. Jo pse ka mundësi, zoti drejtuesi i emisionit. Zoti lutem, unë mund ka nevojë në fjalës. S'ka para gjykime për këtë punë. Vazhdo. Shumë më mirë se ty për lodra fjalë. Vazhdo zoti Goga, vazhdo se do futemi në atë fushë tjetër. Vazhdo, zoti Sufi nuk ka nevojë për të para gjykuar dash. Pyetja që bëre ishte çfarë sipërfaqe të lira kanë në qytetin e Fierit për ndërtuar. Të thash gjithë Fieri është sipërfaqe e lirë për ndërtuar. Më thua tani çfarë sipërfaqe publike. Kjo nuk është lodra fjalësh, po nuk ditë drejtohesh pyetjen. Nuk e drejtove mirë pyetjen. Tani, tu përgjigja edhe që parë të thash. Sipërfaqe publike në qytetin e Fierit për të ndërtuar ka shumë pak. Dhe ne jemi në vështirësi për të dhënë sheshe për ndërtimin e banesave të pastreve. E ktheva përgjigjen që në fillim të emisionit. Tani, në qoftë se flet për ndërtime
private në qytetin e Fierit, ka si përfaqe sa të duash, bashkohen 4-5 pronar trolli dhe ndërton. Për publike është shumë vështirë bashkia. Janë të kufizore, shumë kufizore. Sepse, ku është gabimi? Nuk ka shifra të Ku është gabimi? Komisioni kthimit pronave. Ta mbaroj, Komisioni kthimit pronave nuk duhet jetë fajin ngjyrave politike. Qoftë majtët, qoftë djathët kur kanë qenë pushtet. Kanë kthyer çdo cep pallati, çdo lulishte në Fier. Dhe jo është kthyer njëri, po është kthyer 3 personave. Ka 3 persona me një pronë. Nuk kanë ngelur cep pallati në qytetin e Fierit pa ju kthyer pronarëve të vjetër të tokës. Dhe ato pak sheshe që mund të mendoheshin të ishin publike, kanë nga 2 pronarë, jo nga 1. Prandaj bashkia vetëm do të objekt për diskutim që ne kemi pasur troje publike. Ne kemi pasur raste kur donim të bënim lulishte, kemi bërë projektet, kemi miratuar dhe fondet dhe na kanë kthyer projektet sepse ka dalë një pronar, 2 pronar, 3 pronar, 4 pronar. Dhe janë anulluar projektet në lulishte për blloqe banimi. Mbeten problem zoti Myrto? Tani unë thash që fillim që të diskutosh për problemet e urbanistikës do ditë, orë, javë, tëra, nuk përfundojnë ato. Pyetja direkt. Po unë kisha këtë mendim. Bashkia Fier, që jemi ne qytetarë të saj, disa vendime mund t'i marri taksative pa pritur atë vendim për të cilin ka bërë studimin. Për shembull, nëse ka studim të zonave gjeologjike të Fierit dhe Fieri mban 15 kate, apo mban 17, apo mban 2, mban 3, atëre taksative mund të marrin vendim të tillë që më tepër se 10 kate apo 7 kate në Fier nuk do të ndërtohet. Pra, ky duhet të jetë një vendim, mendoj unë tani që ndoshta e kam dhe të gabuar. Dhe ky është një vendim që s'ka të drejtë të lëshojë asnjë person në Fier leje ndërtimi mbi këto kate. E shohim dhe në vendet fqinj. Në Greqi, afërsisht Greqia nuk është shumë larg. Nuk ka ndërtime kaq madhore sa po bëhen këtu në Fier. Po nuk mban. Lutem. Nuk ka. Jo vetëm thjesht që mban apo s'mban, se këto janë probleme teknike që shikojnë tjerë. Po edhe bukuria e qytetit. Ne kërkojmë një qytet bukur, jo me ndërtesa kaq të mëdha. Kur ka mundësi që zgjerohet edhe vija e verdhë e qytetit. Sugjerimi që bën zoti. Pra, unë mendoj si qytetar, unë mendoj, pa qenë specialist i fushës suaj, që ndërtimet madhore vetëm se i marrin frymarrjen qytetit Fierit dhe nuk i japin asgjë. Nëse ka pyetje, nëse ka ndërtime mbi ato norma eksative. Pyetja ishte dhe unë mendoj që po dhe mos vetëm të japim dhe mendimet nuk kemi një ligj ose një vendim që në Fier nuk lejohet të ndërtohet mbi 10 kate apo 11 kate. Unë kam sugjerim, pra më urgjent atëre është studimi, sa mban toka e Fierit, sa kate mban toka e Fierit, atëre nuk e zgjidh një problem që është primar, që është kryesori, sa mban toka e Fierit. Më fal një minutë, unë nuk jam kompetent po. Shiko, më fal një sekond. Më fal një minutë. Fieri është më pak i rrezikshëm nga ana sismike se sa Japonia. Megjithatë, qofse se ke parë nga të gjallë në fotografi ose në film, e ke parë se sa ndërtesat larta bën Japoni. Kjo është punë teknologjie ndërtimi. Po Japonia nuk bën ndërtesa me beton si bëjmë ne. A pra, është punë teknologjie. Unë nuk e njoh japonistë teknologji. Kanë shkuar të tjerë që më kanë treguar, po ata bëjnë ndërtime të së natyre që i rezistojnë dhe atyre që thoni ju. Jam dakord. Pra më falni minutë. Pra, ju nëse jeni kompetent, mos flisni këtë formë. Së pari pra duhet përcaktuar një sa mban Fieri, në qoftë se bën ndërtime shumë kaçe që janë me beton. 1. Problemi 2. Sa bëhet oponencë në këto ndërtime, që në dhënien e lejës. Oponenca bëhet aty në bashki. Në qoftë se një person, qoftë me diplomë çfarë do lloj diplome të ketë ai, qoftë edhe nga më të mirë të Shqipëri, nuk ka një mendim ndryshe që ta miratoj ose ta hedh poshtë, ajo lejë për mendimin tim për ndërtesa shumë kaçe nuk duhet dhënë. Pra, që kur bëhet debati në bashki, duhet ketë një mendim ndryshe. Mendimi ndryshe duhet ta miratoj atë leje që do t'japi për ndërtimi. Pra flas për anën. Zoti Myrto, e morëm vesh ideja sugjerimin. Sepse do na gjykojnë brezat më vonë. Mos bëhemi si ngolem pase që u bëj studim, të heqim studim. Do fusim këtë në burg, do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu.
Ti bëjmë gjërat me mend kokë. Unë jam qytetar që dua të mirën të gjithëve, edhe bashkë qytetarëve të mi, edhe atyre që ne u kemi dhënë votën në bashki, që mos bën objekt diskutimi të mëvonshëm. Pra disa gjëra që duhen zgjidhur me urgjencë, mund të zgjidhen me urgjencë. Faleminderit zoti Breda. Problemi i dytë që më shqetëson, duke qenë dhe profesionist mësues, mendoj që në këto studimet pjesore, sikundërsh lagja për shembull, po marrim konferenca e Pezës, për shembull, se ka dhe lagje të tjera. Aty duhet mendoj edhe për fëmijët. Për kënd e lojnash, do të na gjykojnë fëmijët. Flasim për drejtat e tyre, po nuk mund t'i fush në të tërë në pallatat edhe s'kan të drejtë dalin jashtë pallatit të luajnë në kohën e lirë. Pra, kjo realizohet në qoftë se në një studim pjesor që nuk është për një godim të vetmuar, po është për një lagje të madhe, duhet të bëhet një studim me mend të kot, të mendohet për këto probleme. Le të jetë pronë private. Pronë private po, në fundin nëse duhet në mes lagjes një kënd lojnash, ta blej bashkia, se ble sot ta blej nesër dhe mos lejojnë atë vend atje që të bëhet ndërtim. Se ble sot u lejoj zotëri. Sipas projektit që kam unë në këtë lagje, këtu do të bëhet një kënd lojnash. Unë do ta blej kur dua unë. Pavarësisht se ti e ke pronë private. Pra ne flasim për një qytet që mos na gjykojnë brezat. Faleminderit. Do ndërhyja vetëm diçka të vogël zoti Goga, në ndërtimet shumë katëshe. Pra mbi 10 kate. A ka për detyrë urbanistika apo KRT-ja që të diktojë teknologjinë? Shiko, ndërtimet që bën sot në Fier janë me betonarme. Teknologjia është shumë teknologji e mirë, është bashkohore, ndërtimet 11-12 kate nuk ka asnjë problem qyteti i Fierit për sa i përket problemet të gjeologjisë dhe të sismicitetit. Mbi 12 kate? Vlora është më e rrezikshme se sa Fieri. Tirana është si Fieri. Në Fier në 1 minutë, po 1 minutë zotri fole tash, i merad, po çik merad. Çdo projekt shoqërohet. Çfarë studimi konkret? Për çfarë? Janë marrë kampionet pika. Janë marrë që në 80-ën, që në 90-ën. Po, artat gjeologjike të qytetit të Fierit janë ndërtuar që në 85-ën. Po. Dhe janë nga hartat më të mira. I ka bërë Instituti Sismologjik. Zoti Goga, ju sa dhe ndërtimet me betonarme në Fier janë të kontrolluara, bëhen me analiza betoni, shkojnë në laboratorin në Tiranë, vendosen kubikët, bëhen provat, nuk ka njeri qef. Jo qef. Edhe ai që ndërton. Po nesër pas nesër, s'ka dëshirë, po. Pallati është aty në këmbë, futu ku duash. Ai gjet lekët për të bërë pallati, nuk jet ti të bjerë pallati. Po. Në rregull, e qartë. Pra ishte një sqarim për teleshikuesin. Mirë bëhet që faleminderit zoti Breda që pyetët dhe ishte një sqarim për teleshikuesin që edhe pallatet shumë katëshe, pra sipas arkitektëve që kemi dy arkitektë kontrolluar, të paktën me ligjet që kanë në Shqipëri, bëhen prova, kontrollohet ekuri, kontrollohet çdo gjë. Projektet janë të miratuara. Me një stazh pune, zoti Goga më pak është erisela, por do të thosha që qytetari do të jetë i qetë sepse çdo ndërtim që i kalon 10 katëshin, atëre nëse kërkohet teknologjitet jam i bindur ka teknologji të veçantë për ndërtimin mbi 8 kate. Një sugjerim që bëri zoti Breda. Po. Një sqarim të vogël sepse e dëgjoj për ditë, jam dakord që ndihet frika tek qytetarët sepse duke qenë se janë mësuar në një qytet me ndërtesa relativisht të ulta, 4 deri në 5 kate, në momentin që fillojnë ndërtimet, fillon dhe ndihet dhe ajo frika dhe ke frikë nga 10 katëshi, nga lartësia dhe gjitha gjërat e tjera. Por absolutisht, siç tha dhe Manoli, asnjë njeri, as ai që ndërton, nuk ka interes që të hedhë parat në diçka që do t'i prishet. Dhe teknologjia që përdoret sot është një teknologji, bota ndërton mbi 50 kate, mbi 60 kate. Po. Absolutisht sot në Shqipëri nuk përdoret, nuk ndërtohen 10 kaçe me kallama. Pra është teknologji bashkëkohore. Teknologjia që përdoret është bashkëkohore. Është sistemi konstruktiv i tillë që përdoret. Se keni në gjë tjetër? Me betonarme janë ndërtuar deri 25 kate, 30 kate. Salla nëse ka ndonjë gjë tjetër? Shkurt pyeti. Nuk e di s'mora përgjigje për pyetjen e dytë, askush nuk u përgjigj. Pyetja e dytë kishte të bënte me ngushtimet e rrugëve ku sfuten dot zjarfikset. Pra ishte shqetësimi qytetar. Shiko, është një problem që nuk mund të zgjidhet as me 1 muaj, as me 2 muaj, as nuk mund të zgjidhet me aksion. Bashkia ka një program për ndërtimin e rrugëve dhe zgjerimin e rrugëve në qytet. Ka filluar vit për vit, nëse ju patjetër që e keni parë,
vit për ditë ndërtohen 3-4 rrugë, ndërhyjet, prishen gardet, zgjerohen, tani në rrugicat konkretisht për të vajtur një shtëpi apo për të vajtur një shtëpi tjetër, do kërkoj shumë kohë. Këtu është fjala ndërtimit zoti Goga. Po që nuk është fjala për të hapur rrugën. Rrugica thotë që nuk mund të kalojë zjarficja. Pallati thotë si e ke fjalën? Është për shumë kacet fjala. Për shumë kacet është i zgjidhur. Si është e zgjidhur? Po. Pallatet shumë kacësh, që flasim 10 kate, 11 kate kanë sistemi jo për sistemin e ri, po sepse ju kam intervistuar flas për pallate 5 kate që kanë qenë të ndërtuara. Tash janë ngushtuar rrugë, janë bërë dhe nuk futet dot zjarfiksia pra në një rast në një situatë zjarri. 5 kate, keni ndonjë rast konkret? Si ngushtuar rrugët? Ata janë ndërtuar shpejt. Kanë bërë ndërtime, kanë bërë mure, kanë çuar kioska, pra pikërisht këtu e kisha vim gjithmonë, aty ku është dhe thëmbra e akilit, aty ku është dhe pjesa më delikate. Strategji 20 vjeçare ti. Nuk diskutojmë një gardh që u bë. Këto janë probleme që do zgjidhen me kalimin. Këto janë permanente. Po, për mendimin tim këto janë një problemi për bashkët, e një bashkërendimi institucional midis bashkisë dhe policisë ndërtimit, por edhe i qytetarëve. Pra unë jam për një metodë të re të një bashkëpunimi komunitet dhe institucionet përkatëse. Do jenë objekt të emisioneve tjera zoti Sufi. Po. Patjetër, megjithatë patjetër dhe unë hes sinjalin që duhet të bëjmë diçka si komunitet dhe institucion me qëllim që të vëmë atë pikën aty dhe të mjekojmë atë plagën e cila të na kthehet në një kancer. Faleminderit dhe juve. Se jemi në përfundim? Nëse s'kemi ndonjë gjë tjetër për të sqaruar? Jo, nuk i. Urdhëro zoti Madë. Për të qetësuar zotnia. Ose dikush tjetër kush është i shqetësuar. Studim sismik dhe studim biologjik për qytetin e Fierit ekziston. Dihet se sa është intensiteti i mundshëm i pritshëm, mbi bazë edhe të studimeve dhe eksperimentimeve të bëra, kampioneve të analizuara, kështu që nga kjo pikpamje duhet të jeni të qetë, qoftë ju, qoftë kushdo tjetër fierak. Mund ta shpjegoni këtë zoti Matolçik? Kjo është skema e sismikut në mënyrë schematike paraqitja, domethënë skema sismike mikrozonimi sismik quhet. Në përputhje me këto kushte sismike, ndërtimet e bëra që janë miratuar nga bashkia janë plotësisht të siguruara nga ana sismike. Çfarë përfaqëson ngjyrat atje zoti Mato? Po janë intensitete. Po ngjyrat përfaqësojnë intensitetet e ndryshme sipas shkallës. Dhe sa është maksimumi i pritshëm është 8 ball. Dhe me këtë teknologji, me këtë lartësi janë të sigurta. Më shqip se kaq? Po. Me këtë teknologji zbatohet për 8 ball, pra argumentohet nga arkitekt, nga inxhinierët që nuk ka probleme sismike, rrezikshmëri. Urdhëron zoti Sulejmani. Desha të bëj edhe një pyetje, u fol për këtë strategjinë e rezhvillimit, për ndërtimet, për mjedisin. Për sa i përket fushës kulturore ose arsimore, nuk e di nëse ka ndonjë projekt për ndërtimin. Nuk është objekt. Shkollat mesme, sepse Fieri ka 2 gjimnaze shumë të ngarkuara dhe peshën kryesore të shkollat mesme mbajnë shkollat publike. Ka projekte ose ndonjë për ndërtimin? Edhe i shkolla Godina. Ka për një godinë, po jo shkollë të mesme. Jo 9 vjeçare. 9 vjeçare. Po e di që është një lagje e shkurtër, por për shkollë të mesme flas. Për shkollë të mesme për si vjet nuk ka. Nuk ka? Jo. Shkollë të mesme. Për shkollë të mesme jo. Megjithatë nuk është se është problem fakti që mbulohet arsimi nga shkollat private. Pavarësisht se ka 2 shkolla janë të ngarkuara. Janë absolutisht nuk po e vë në dyshim që janë të ngarkuara, janë të ngarkuara. Për ta zgjidhur këtë problem kanë Po pra, siç tha dhe drejtori, është janë fonde dhe gjëra që varen nga qeveria. Për këtë vit ne na ka ardhur për një shkollë 9 vjeçare publike, kështu që kurse lagjen të shkurtit ne kemi bërë kërkesa, nuk është se s'kemi bërë kërkesa. Akoma nuk ka bisedime për këtë. Faleminderit. Janë institucione të tjera që nuk varen nga Zoti Shkopi, 1 minutë. Unë përfitoj nga rasti edhe nga pyetja që bëri Rapua për këto mushticat e rrugëve, për këto kioskat. Ai shqetësimi qëndron, edhe unë me që kam dhe këta 2 përfaqësues të bashkisë dhe këta zërin e tyre e çojnë dhe tek rajonet, shikoj për ditë që ndeshem vinë qytetar me problemet më të vogla për një konflikt rruge, për një konflikt gardi, edhe me shkresë dhe nga bashkia që policisë ndërtimore urdhër të hiqet një gardh. Por shumë mirë rajoni vetë mund t'i heqë këto, se sa të hallakatet ai qytetari i vi kur t'i vi radha,
Unë do shkoj në Lushnja, do shkoj në Ballsha, do shkoj në diku tjetër për të prishur kur të vi radha këtij për 6 muaj. Ku çka kompetencë të punë? Shumë mirë, rajoni. Është me vend mund të për mos ta lodhur qytetarin për të zgjidhur një problem që është fare i vogël, që mund të zgjidhet shumë lehtë në rajon, mos bjerë tek policia ndërtimore. Pra, sugjeron zoti Shkopi. Mjete edhe unë kur kam ekzekutuar shumë vendime, tek bashkia vije lutem për të marrë një mjet. Tani bashkia për t'ia zgjidhë këtij qytetari mos ta bjerë tek unë. Që t'u zgjidhim këtyre mos t'u amërzisim edhe ras hallit që kanë edhe problemet kështu, mos t'i lodhim. Unë them që edhe kompetencë dhe rajoni vetë ka dhe policinë ka, gjithë edhe mjetet e kanë që se kemi nuk vënë dyshim që mund të ketë pas raste të tilla, por që kjo s'do të thotë që bashkia të gjithë qytetarët i përplasë policia ndërtimore, sepse edhe vetë bashkia bën prishje. Sepse unë te ju vi kërkoj mjet. Edhe më keni ndihmuar ku vi mjet tash për këto probleme kështu duhet. Patjetër, por që ne e dim shumë mirë që si në çdo vend ka probleme dhe gjitha gjërat mund të bëhen gjithmonë më mirë, nuk është se janë absolutisht të gjitha shumë mirë, por që dhe frika dhe ajo shqetësimi që kanë qytetarët mundohen që ta pasqyrojnë në të gjitha instancat, kështu që nuk është. Jo, është fjala këto janë kërkesa, janë dorëzohen nga ana juaj, çohen në policinë ndërtimore. Shiko. Pra ato gjëra që mund të zgjidhen nëpërmjet bashkisë nuk ka, duhet merret vërtet rajoni apo policia bashkiake. Ato po them që nuk po them që nuk ka raste të tilla. Raste të tilla ka, por që mund të jenë shumë pak në krahasim me ato që prishje dhe ndërhyrje që i bën vetë bashkia. Por që ne mundohemi që të koordinojmë gjërat së bashku dhe shpresoj që do të kemi një bashkëpunim gjithmonë më të mirë me policinë ndërtimore. Kjo është. Po, faleminderit se nuk ka ndonjë gjë tjetër. Atëherë ishte gjithçka për këtë emision të nderuar televizionistë, që unë ju falenderoj juve që morët pjesë në kryetarin e bashkisë, Erisela Çobon, zotin Manuel Goga, zotin Arap Shkopi, drejtori policisë ndërtimore të Qarkut, si dhe zotin Flamur Mato. Ishte gjithçka për këtë emision me pjesëmarrjen e kolegëve të mi gazetar, me intelektual. Ishte vërtet një temë interesante që mbetet për të fokusuar përsëri nga televizioni Apollon. Ne kërkojmë pjesëmarrje më të gjerë intelektualesh, ata që mendojnë për perspektivën e qytetit Fierit, ndërsa problemet e vogla, gardhe, mure, gjëra të kësaj natyre, ato do të jenë objekti kronikave tona televizive gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditëve të javës, me qëllim që gjithçka qytetari të gjejë një farë qetësie, të gjejë dhe zgjidhjen e problemeve të tij. Faleminderit dhe juve që na ndoqët në këtë emision. Natën e mirë dhe mirupafshim. Faleminderit. Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi. Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik. Hapësira turistike, vlera intelektuale. Çdo të diel ora 21 në ekranin e televizionit Apollon.